Momenti i duhur për hapjen e dosjeve ka kaluar prej 22 vjetësh. Është e vonuar transparenca. Por unë do t'ju ftoja që të merrni protagonistët e 14 janarit, t'ju tregojnë këtu, në këtë burg ku shoqërun, t'ju tregojnë detajet personale të asaj ngjarje, që t'ja përcjellni përmes medias qytetarëve shqiptarë në veçanti brezit të ri. Se nuk duhet harrojmë kurrë sakrificën e madhe që kanë bërë shqiptarët, Shkodra në veçanti, qytetarët e Shkodrës, për lirinë, për të drejtat, një pjesë për cilave merren si të mirë qena, por nuk kanë qenë tilla. Kanë qenë vendi më i robëruar, më i dhunuar, më i terrorizuar në Europën ish-komuniste, dhe për të kuptuar se sa të shtrenjta janë këto liri, për të kuptuar çmimin e tyre, që në fakt janë të paçmueshme, dhe për të reflektuar për situatën aktuale. Partia Demokratike duhet keni në arkivin tuaj, dhe është mirë ta tregoni, kërkoi ligjin për lustracionin, të cilin Partia Socialiste e pengoi. Prandaj pengesat për transparencën, për krimet e komunizmit dhe përgjegjësitë për krimet e komunizmit, ne e kemi dhe ta kemi vlerë themelore të aksionit tonë politik.